Unë jam Esi edhe sot doja t'u inkurajoja me një varg nga Isaia 41:10 që thot: Mos ki frikë sepse unë jam me ty, mos e humb sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë drejtësisë time. Ky varg na kujton se Perëndia nuk është thjesht një koncept i largët, por është një realitet i përditshëm, i cili na kujton që ne nuk është se do të kemi një jetë shumë të qetë dhe pas një lloj vështirësie, por na premton që ne do të kemi forcë, do të kemi mbështetje dhe në çfarëdo lloj situate. Pra Perëndia nuk do të na lërë kurrë vetëm. Si drejtuesi i shërbesës së studentëve, thjesht ndonjëherë ndjem para pikpyetjeve të shumta që a jam duke bërë unë gjën e dur, ose a është kjo gjëja për të cilën unë jam, ose apo predikoj gjën e dur, çfarë po thithin studentët, por ky varg her pas here më kujton që nuk duhet të kem frikë sepse gjithmonë kam praninë e Perëndisë. Dhe dua t'ju lë në mendje sot, t'ju kujtoj që ti nuk je kurrë vetëm, Zoti është gjithmonë me ju në çdo hap tuaj, përballë çfarëdo lloj vështirësie që ju keni. Shumë faleminderit.